është logo të cilën e krijoi si 24 vjeçar, por atë kohë nuk e kishte marrë me mend ndikimin që të kishte pas. Në ato Air Just Do It lindi si ide në një kafene të Anglisë. Aty Fisnik Ismailit i mjaftoi një fjalë miku të tij që ta frymëzonte për këtë slogan. Ty bo muhabet Arjanit Qelaj, faktikisht vllai i Irakut, e tha. Atëherë na lushim shumë basketbol, Gjordani, Nike kanë qenë kështu temë. Edhe tha sloganin, edhe me nero në shkova në shpe dhe realizova. Të më thonë, ideja s'ka qenë kresisht e jamja, realizimi ma shumë ka qenë e jamja. Po ideja ka qenë që aty ka lindë për pasionit tonë, edhe për me organizu protesta, edhe për me lujt basketbol, edhe unë ndërlidhën krejt. Logo u krijua për 2 orë, e të nesërmen ky grup i të rinjëve dole në protest. Por ajo çka ata nuk e pritën, ishin që të përfundonin në lajmet e CNN. Na fundin e protestës, me ne nga ishim e këshyrë në lajme, adin so po del, apo shien shumë njerëz, që po thojnë për protestën, për neve, në atëherë parsore kem pas intervenimin e NATO-s në Kosovë, edhe kur dullë slogani krejtë në abitë, se kërkusha se pritëm, edhe u bojë madhe, u pëlqy shumë, keshëm, se pritëm. Kjo më pas ata i frymësoi që të bëni bluza me këtë mbishkrim. Patëm shku në Vjenë në një protest, mi u bashkangjit studentave të Vjenës, edhe i patëm ushnja 2 qanta me majica, i patëm shqip në Renaditës për gjysore. Unë as kopjen tam se kom të majicës. Slogani tashmë i kishte kaluar kufit. Vite më vonë, ai u shfaq edhe në protestat në Libi. Mase që ka befasu shumë, ka qenë së mëtot viti kur u bon protestat edhe u bon intervenimi në Libi. Në një protest i kom pa do të majt një parull, se këshim vizatu mas mirë në botë, nuk ish e njëjtë se jona, po e majshim parullën në mesazhin e njëjtë. Gjatë luftës në Kosovë, Fisnik Ismaili i ishte bashkuar edhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E për shpalljen e pavarësisë, u bë edhe ideator i monumentit ikonik Newborn.